këshyre raportin e zërrejës 2024. Qëta është ka ndodhë, qëta është këna reagu. Prape keni një kontradikt logjike. Qysh mundet mu konë tranzit kur 220.000 euro ka shku ora? Zonja po thot qysh, po pyet, cilat janë dëshmit që i ke për pretendime që i ke dhonë, nuk ka. Po nuk je dhe energjisë ka ndodhë që ka mbet energjia, këto ka ndodhë për Shqipnisë dhe për Serbisë. Macedonisë ma shumë i kena dhonë se i kena marrë energji. Këshyre raportin e zërrejës 2024. Leni këto muhabete për origjinë të energjisë, se nuk ka sens mu importu energjia nga Danimarka, nga Slovenia. Gjeni, ta bjen energjin për një shteti tjetër, po eksport të energjisë elektrike për Kosovë, edhe në përgjësi Slovenia nuk e ka të listume kur ju e keni listu në dogon. Pra që kjo është anomalia parë që nuk për thoni. Sa për LDK, ka ndodh anomalia nisë, që po thoni jo anomali, se kjo është rast mo që është në dyshime, në hetime në falë. Ka ndodh në vitin 2024, na kena reagu, na nuk po folim për vitet para historike, ma harët para vëvës. Qëta është ka ndodhë, qëta është këna reagu. Jo këndosh me morë masa. Një minut. Zonja Ymere, dogona e Kosovës, prape keni një kontradikt logjike. Kur po thoni shumë e energjisë e importuar, po e referoni doganës. Në ndërkohë nuk po i pranoni zënat e doganës që thonë që nuk importohet rrymë nga Serbia. Treta, ka dalë kosti me interpretim të sakt që ka tranzicion për shkak të kapacitetit, mirë po nuk ka dëshmi që pjesë të kësaj energjie kanë mbet. E katërta, Kesko, Keku, të gjithë operatorët nuk kanë kontrata, këto do t'i bojnë publike, nuk kanë kontrata me EFT. Janina. Kanë me NOA, po jo me EFT. Na jena të folë për rrugë bartëse. Na nuk jena të folë për kënë lenjën dogon aty kush vreta është, NOA është dikush tjetër. Qa ka ndodhë është nuk ka mundësi teknike, mi ikë në gjatë vitit 2023, 4-5, sidomos 4-5 edhe letë etiketohet kjo, që me bo gjithë këtë import e që ti asnjëherë mos me kalu ka EFT-ja. Edhe gjithmona i letë ketë transport. Qysh mundet mu konë tranzit kur 220.000 euro ka shku ora? Qysh arsyeton ti veç tranzit a i po pagun 700 euro megawati në orë? 2025 në po flasë, 2024 të në ka shku dheri 800 euro megawat në orë, edhe ju thoni veç për qef pe kalën se penive nuk e ka. Pra, zonja po thot qysh, po pyet, kure cilat janë dëshmit që i ke për pretendime që i ke dhonë, nuk ka. Po nuk ka mundësi teknike, po jo, po s'ka mundësi teknike si janë megawatt që i kam. Po,